mendoj që vajza i jep shpirt qirinjve. E konfirmon? E konfirmoj. Jo, thot Julia, po prit mos... Nuk po them jo, po them me që u konfirmua, tha Julia nuk mund t'u jap shpirt qirinjve. Po pse me unë u jap shpirt gjithë atyre roleve, gjithë atyre personazheve. Jo, mendoj që është një profesion që kërkon kohë, durim dhe ndoshta kërkon shumë kohë mediatike që do të marrë dhe që ta bësh si gjë. E thash vetëm për patutë. Më bëtëm shprap. E kuptove që bëre? E humba prap në duke. E humbe prap. Si do qoftë, bëjmë adetin për 800 euro. Joana, jeti që jep shpirt qirinjve? Pavarësisht se koha ime është limituar, arri të kompozoj dhuratat më të bukura për të gjithë ju.